Siguria kombëtare amerikane revokon statusin e përkohshëm për 532.000 kubanez, haitian dhe nicaraguan dhe venezuelian. Departamenti i Sigurisë Kombëtare tha se do të revokojë mbrojtjen ligjore për qindra mijëra kuban, haitian, nicaraguan dhe venezuelian, duke vendosur ata në të bimë të mundshëm brenda një muaji. Urdhri zbatohet për rreth 532.000 njerëz nga 4 vendet që kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara që nga tetori i vitit 2022. Ata mbritën me sponsor financiar dhe i dhanë leje 2 vjeçare për të jetuar dhe punuar në SBA. Sekretari i Sigurisë Kombëtare Kristi Noem tha se ata do të humbasin statusin e tyre ligjor më 24 prill ose 30 ditë para se njoftimi të publikohet në regjistrin federal. Politika e re ndikon tek njerëzit të cilët janë tashmë në Shtetet e Bashkuara që hynë nën programin humanitar të lirimit me kusht. Ai vjen pas një vendimi të mëparshëm të administratës Trump për të dhënë fund asaj që quhet abuzimi më i gjerë i fjalës humanitare, një mjet ligjor gjatë së cilës presidentët kanë përdorur për të lejuar njerëzit nga vendet ku ka luftë ose paqëndrueshmëri politike që të hyjnë jetojnë përkohësisht në Shtetet e Bashkuara. Gjatë fushatës së tij, presidenti Donald Trump premtoi të dëbonte miliona njerëz që ndodhen në Shtetet e Bashkuara ilegalisht, dhe si president ai gjithashtu ka dhënë fund rrugëve ligjore për emigrantët për të ardhur në SBA dhe për të qëndruar. DHS lëshoi të liruarit me kusht pa bazë të ligjshme për të qëndruar në Shtetet e Bashkuara duhet largohen përpara datës përfundimit të lirimit me kusht. Lirimi me kusht është thelbi i përkohshëm dhe vetë lirimi me kusht nuk është bazë themelore për marrjen e ndonjë statusi imigrimi, tha DHS. Përpara rendit të ri, përfituesit e programit mund të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara deri skadimin e lirimit me kusht, dhe pse administrata e kishte ndaluar shqyrtimin e kërkesave të tyre për azil, viza dhe kërkesat të tjera që mund t'i lejojnë ata të qëndrojnë më gjatë. Vendimi i administratës tashmë është kundërshtuar nga gjykatat federale. Një grup qytetarësh dhe emigrantësh amerikanë po padisin administratën Trump për të dhënë fund lirimit me kusht humanitar dhe po kërkojnë të rivendosin programe për 4 kombësit. Avokatët dhe aktivistët ngritën zërin për të denoncuar vendimin e qeverisë që nga fundi i 2022-shit më shumë se gjysmë milioni njerëz kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara sipas politikës së njohur si CHNV, ishte një pjesë e qasjes administratës Biden për të inkurajuar njerëzit që të vinin përmes kanaleve të reja ligjore.